Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Habit Xeni, ja çfarë pas ka ndodhur mbrëm në dasëm dhe asnjë kamer nuk e ka kapur. Mbrëm në shtëpinë më të famshme në Shqipëri u realizua dasma e Gjestit dhe Iglit. Mirë po siç duket, as kjo dasëm nuk kaloi pa incidente sipas Xenit, njërit nga ish-banorëve që mori pjesë atje. Xeni deklaroi se Laerti e ka kërcënuar atë pasi ai nuk i ka folur, sepse nuk e kishte përshëndetur në fillim. Ai tregon që ishte një incident i cili nuk përshkallëzoi dhe tonet u qetësuan pavarësisht se vetë Xeni u ndje shumë i ofenduar nga ai gjest.